Kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapa ju plagos mbrëmjen e djeshme kur policia ndërhyri për të hequr çadrën e tij të ngritur para kryeministrisë. Gjatë përplasjes me efektivët, Lapa i tira në kokë bombola e gazit dhe më pas u dërgua në spitalin e traumës. Sipas mjekëve, ai është në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Ndërkohë policia ka arrestuar 4 mbështetës të Shqipëria bëhet për protestën para kryeministrisë. Edison Haklaj, Alfred Matoshi, Eligert Hima dhe Ergys Llanaj akuzohen se kanë hedhur sende të forta në drejtim të policëve dhe përpasoj 2 efektiv janë lënduar. Për Adriatik Lapajn dhe 3 të tjerë ka nisur procedimi. Medalja e tretë në një muaj nga regjimi i Edi Ramës më kanë kallëzuar penalisht sërish dhe unë do i kallëzoj kësaj here. Hajdutut nuk më trembin dot. Te sheshi më kam pasi të dal nga spitali, reagoi Lapaj pas njoftimit se është proceduar penalisht.